Kjo video është për ty nëse dëshiron me tërheq partnerin e ëndrave, punën e ëndrave, paratë që ti dëshiron, me fillu një biznes, me tërheq më shumë shoqëri, ose njerëz të mirë në jetën tënde, ose vetëm thjesht don me tërheq më shumë gjëra të mira dhe pozitive në jetën tënde. Këto gjëra mund t'i arrish kur ti e ndryshon energjinë tënde. Përshëndetje, shpirt i bukur dhe mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Rina, një psikologe dhe një mindset coach. Jam nga Kosova, për jam rritur në Londër dhe këtë kanal e kam kriju për ty. Me të ndihmu ty mi arrit të gjitha ëndrat, të gjitha qëllimet e tua në këtë jetë. Kështu që, nëse jeni të ri këto, bëni subscribe dhe bënu pjesë e kësaj familje, sepse mundeni me gjetë shumë informacione të vlefshme që munden me ju ndihmu me transformu jetën e juaj. Para se të fillojmë këtë video sot, dua t'ju tregoj që kemi fillu një komunitet falas dhe nëse jeni të interesuar të bëni pjesë e këtij komuniteti që po rritet çdo ditë, mundeni me pa linkun në descriptions. Do e kemi një thirrje çdo javë të marteve në ora 6 me kohën e Anglisë. Dhe nëse dëshiron të kesh një seancë ose një konsultim falas për 20 minuta me mua, ku do bisedosh live me mua për ato gjërat që ti dëshiron mi arrit, mundeni me më shkru në emailën time ose në Instagram, të dyjat i lënë në descriptions. Gjëja e parë që ti duhesh të rregullosh është sistemi yt nervor. Nëse sistemi yt nervor është vazhdimisht në stres, ti do e kesh një energji shumë më të ulët, do e kesh një frekuencë më të ulët, dhe kjo nuk të ndihmon mi arrit ato qëllimet e tua në jetë, sepse çdo ditë ti je duke u fokusu vetëm në ato gjërat që të japin stres, dhe jo në ato aksionet që të ndihmojnë ty mi arrit qëllimet e tua. Diçka që mundet shumë me të ndihmu, me ndryshu energjinë dhe me dal prej stresit, prej energjisë të stresit, është meditimi. Meditimi të ndihmon shumë me ndryshu energjinë tënde. Nëse ti fillon me meditu çdo ditë, ki me pa sa person i qetë ki me u bo. Thjesht nuk i me njoft veten, sepse meditimi të ndihmon qatë shumë me qetësu mendjen, me qenë në momentin prezent. Mendo për trurin tënd si një kompjuter. Nëse asnjëherë nuk e fik këtë kompjuter, ki shumë aplikacione të hapura, vazhdimisht e përdor këtë kompjuter, pa e fik kur, çfarë do të ndodh pas disa ditësh? Kompjuteri ose do bllokohet, ose nuk do funksionon aq mirë, ose do të ndalet komplet. Nëse ti nuk mediton, lejon të njëjtën gjë të ndodh me ty dhe me trurin tënd. E lejon që mendimet negative të konsumojnë, mundesh me u ndi shumë në stres, ose sikur nuk po mundesh me pushu. Thjesht gjërat në jetën tënde të jashtme do kenë shumë efekt te energjia jote. Po, nëse ti mediton, nëse fillon me meditu, ki me pa që mendimet negative nuk kanë më efekt te ti. Ki me pa që do e kesh një energji shumë të bukur, shumë të mirë. Nuk mundem ju tregu se sa shumë më ka ndihmuar mu meditimi. Unë e kam shëru veten përmes meditimit. Normal kam punu edhe me profesional, sepse jam në këtë deg, po besoj që edhe meditimi shumë më ka ndihmu, mos me pas ma mendime negative që më konsumojnë, dhe më ka ndihmu me pas një energji më të mirë, me qenë person më i qetë dhe me qenë më në kontroll të vetës time. Nëse ende nuk meditoni ose nuk e dini se qysh të meditoni, mundeni me gjetë
meditime në kanalin tim, ose thjesht nëse I lëpni në YouTube mund t'i gjeni, dhe gjeni një që ju përshtatet juve dhe filloni të meditoni çdo ditë. Studimet nga neuroshkenca tregojnë se meditimi ndikon në uljen e aktivitetit të stresit në tru, pra e redukton nivelin e kortizolit, cortisol, dhe meditimi ndikon në rritjen e fokusit dhe të ndihmon shumë t'i menaxhosh emocionet më mirë. Okej, po imagjinojmë dy persona të ndryshëm. Personi I parë zgjohet në mëngjes, e shikon me njëherë telefonin, fillon me I pas ato mendimet negative ose fillon me mendu për problemet e veta, fillon me u ndi në stres me njëherë dhe me njëherë shkon e pin një kafe që ndikon edhe më shumë të stresi I tij ose I saj dhe vazhdon ditën kështu në stres. Personi I dytë zgjohet në mëngjes dhe gjëja e parë që ky person bën është mediton për 5 minuta ose për 10 minuta. 20 minuta është më së miri nëse keni kohë, po nëse jo është okay, edhe 5 minuta ose 10 minuta mjaftojnë. Fillon me meditu, fillon me ngadalsu mendimet në mëngjes, sepse nëse ti mundesh me kultivu pozitivitet në mëngjes, atëherë do sigurohesh që dita jote të shkon më mbar. Ti do e vrejsh që gjithçka do shkon më mirë në ditën tënde. Kështu që, cili person dëshironi të jeni ju? Ky personi që është në stres apo ky personi që është në kontroll? Gjëja e dytë që mundet me ju ndihmu me pas një energji më magnetike është të merrni një ditar dhe të shkruani çdo mendim që keni në atë moment. Çdo mendim negativ, çdo frikë që keni, kjo në anglisht quhet journaling. Nëse filloni të bëni këtë, e shihni që ato mendimet që I keni pas në kokë nuk janë aq të mëdha kur ti shkruani. I nxjerr jashtë prej vetes ato mendime negative. Diçka që mundeni me pyet veten është si po ndihem sot? Çka po më rëndon sot? Edhe diçka që mundet me të ndihmu është me shkrujt të gjitha gjërat që ti duhesh me I bo sot në këtë ditë, sepse nëse vetëm I mban në mendjen tënde, do kesh më shumë stres gjatë ditës dhe nuk do e dini pse. Dhe kështu kur ti shkruani ato gjëra, e bëni shumë më të lehtë për trurin tënd, për mi procesu këto gjëra dhe për me pa se çka është më e rëndësishme sot. Në çka une duna me u fokusu sot. Okej, shpirti I bukur, shpresoj që të ka pëlqy kjo video. Nëse ki ndonjë sugjerim për një video tjetër ose një pyetje, më trego në komente. Dhe nëse ende kërkush nuk të ka thënë sot, unë jam shumë krenare me ty dhe me krejt këtë punën që ti pe bën për me zhvillu veten dhe për me u bo versioni më I mirë I vetes, sepse kjo do ketë efekt jo vetëm te ti, po te familjarët e tu, te fëmijët e tu, nëse keni fëmijë ose doni fëmijë në të ardhmen, duhet të kuptosh që sa më shumë që ti punon në veten tënde, ti do inspirosh edhe të tjerët. Kështu që unë të falenderoj ty shumë që ti po e merr këtë kohë me punu me veten tënde, sepse është gjëja më e mirë që ti mundesh me bo për veten tënde dhe për njerëzit e tjerë që ti I ki në jetën tënde. Shihemi në videon tjetër. Tong tong, miropafshim, ju dua shumë.